kur njeriu e refuzon hynë. Kur njeriu largohet prej hytë, ai nuk çlirohet, por humbet. Larg hytë, njeriu humbet drejtimin e jetës, humbet dinjitetin e vetë. Pa hynë, njerëzimi dobësohet, boshatitet. Me hynë përkundrazi, njeriu nuk humbet asgjë, por i gjen gjithçka. Zbulon se është birë, se është i dashur, se është i thirrur për jetën e pasosur. Atëherë mishërimi është pra zbulimi më i madh. Hyj zbret për të na ngjitur njeriun. Hyn bëhet njeri që njeriu në të bëhet plotësisht vetveten. Është vetëm me hynë, vëllezër e motra, që ne mund të zbulojmë kush jemi, mund të rizbulojmë dinjiteti hynë njerëzore. Pre këtu lind madhështia e çdo njeriu. Pre këtu shfaqet vlera e shenjtë e çdo fytyre njerëzore. Nëse vetë hy ka dashur të banojë në mishin tonë, atëherë asgjë jetë nuk është e parëndësishme. Asgjë eksistenca nuk është e hedhur poshtë. Çdo fytyrë njerëzore mban të gdhendur një pashurim të lavdisës së hytë. Fytyra e fëmijës dhe ajo të moshuarit, fytyra e të varfrit dhe të sëmurit, fytyra e atij që është i humbur dhe atij që vuan. Çdo fytyrë pashuron dinjitetin e vet. Çdo fytyrë pashuron fytyrën e hytë.